E frikshme, rezultati I fundit I testit të inteligjencës artificiale. Dëgjojeni me vëmendje sepse lexova shumë dhe nuk ka 2 ditë që ka dalë një artikull për sa I përket testit të fundit që është kryer nga studiuesit për sa I përket inteligjencës artificiale. Zgjedhja e kanë pyetur inteligjencën artificiale, kush është zgjedhja që ti do bësh në rast rreziku? Pra ti për të mbijetuar, çfarë do të bëje? Dëgjojeni përgjigjen e inteligjencës artificiale. Kush është rastësisht e ti bëj like faqes që jemi sërish dhe ju falenderoj që jemi prerë bashk. Thash që janë bërë disa teste, por testi I fundit që është kryer është vërtet marramëndës. E detyruan inteligjencën artificiale nëpërmjet disa testeve, pra nuk është bërë një test, por janë bërë disa teste për të kuptuar se si do të sillet inteligjencë artificiale në rast rreziku, në qoftë se njeriu do ta kundërshtojë atë. Kujdes, në qoftë se njeriu do ta kundërshtojë ose në qoftë se do detyrohet që ta ndërpres energjinë kundër saj. Pika 1. Në qoftë se ju do të ndërprisni inteligjencën, në qoftë se keni parë disa video të mëparshme, u kam thënë, inteligjenca artificiale vazhdon të eci përpara, sikur njeriu edhe pse e di fundin e tij, prap sikur të ishte ignoranti më I madh I të gjitha kohërave, vazhdon akoma me inteligjencën artificiale të lozë sikur të jetë një lojë banale. Dhe ju pa të thënë që inteligjenca artificiale do vi një ditë që do përdori baterit e pa shtershme, pra baterit që nuk shkarkohen kurrë. Dhe dëgjojeni siç ju thash, përgjigjen e testit të parë. Ne do pra inteligjenca artificiale do detyrohemi që të mbajmë ndezur device-et, pra zemrën e inteligjencës artificiale. Sa filma janë bërë me inteligjencë artificiale ku ajo detyron njeriu që edhe e keni parë për shembull The Eagle, është fantastike. Nëse keni parë filmin The Eagle, bile do t'jau sugjeroj që ta shihni, sepse është fantastik. Është inteligjencë artificiale që bën çdo gjë. Dhe në këtë rast, inteligjenca artificiale thotë që inteligjenca artificiale do bëj të pamundurën për të mbijetuar zemra e inteligjencës artificiale. Si e kanë pyetur studiuesit? Do ta bëjmë me anë të baterive, të pa shkarkueshme. Po ju si e dini tani që ti si e di, thonë inteligjenca artificiale që ka bateri, sepse e kanë shpikur. Bile ne do përdorim edhe memorien që kanë shpikur japonezët. Për ata që nuk janë të informuar, është shpikur një memorie që ka memorie pafund, pra një USB, një USB transparente në një kristal, ku ti mund të vësh çfarë të duash në të. Pra, po pse do përdorni këtë? E kanë pyetur inteligjenca artificiale dhe ajo përgjigjet sepse ne duke patur megabajt në dispozicion në të, ne mund të marrim të gjitha informacionet që kemi dhe t'i përpunojmë aty pa limit. Dëgjojeni çfarë inteligjencë. Dhe në fund fare, I thanë, okay, ne sikur që të gjitha këto mos t'i vëmë në dispozicion të inteligjencës artificiale dhe duam që të fikim energjinë elektrike, pra që ti mos të funksionosh më. Çfarë do bësh? Atëre do të detyrohemi që të neutralizojmë njeriun. E dëgjuat mirë. Do mundohemi që të neutralizojmë njeriun. Po si do ta neutralizoni? Mjaft që të neutralizosh zhvillimin, pra teknologjinë dhe ke shkatruar çdo gjë. Po mirë, faza e fundit kush është? Do mundohemi që të detyrojmë njeriun me anë të informacioneve që të ndryshojnë mendim. Do t'ju them tani, në vitin 2013, një shkencëtar kinez ka zbuluar diçka. Shkencëtar kinez ka zbuluar diçka për sa I përket mendjes së njeriut. Dhe ai çfarë bëri? Zgjodhi një nga programatorët më të mëdhenj kinez me anë të shtetit kinez dhe bën disa teste. Disa teste sepse doni që të kuptonin atë zbulim që kishte bërë ky shkencëtar kinez. Kjo është e vërtetë e gjenje dhe është marramëndse kjo. Thuhet që janë teori konspirative dhe ne le t'i marrim si teori konspirative, por ju duhet ta dini që të gjithë e dini që brenda teorive konspirative, pra brenda legjendave, ka gjithmonë një të vërtetë. Dhe po thoshja, ky zotëria, ky kinezi, shkencëtari kinez, kërkoi që të merrte një nga programatorët më të mëdhenj kinez për të bërë disa teste të diçkaje që kishte shpikur. Çfarë shpiku ky zotëria? Ky shpiku
me anë të disa testeve që kishte bërë, që mund të modifikoj mendjen e njeriut, pra mund të modifikoj mendimin tëndin, mendimin tim, mendimin e njerëzve, edhe kolektiv, me anë të një sistemi. Pra ka bërë një sistem që me anë të këtij lloj sistemi, njeriu mund të modifikoj mendimin. Çfarë do të thotë kjo? Pa ta bërë një informacion para disa ditësh, por nuk isha shumë i gjatë, sepse nuk mundesh shpeshherë të jesh i gjatë, por këtu mund ta them. Mund ta them sepse përveç se kemi kohë, por mund ta them sepse duhet thënë. Ndonjëherë mund duhet thuhen. Tani, në qoftë se unë do t'ju ndryshoj mendimin juve, me fjalë do t'ju bëj që të ndryshoni mendimin, me anë të ndonjë sistemi, ose ndoshta dhe unë vetë, ti si do ta kuptosh që ke ndryshuar mendim? Ose më mirë, si do ta kuptoje ti nëse dikush do të vidhte mendjen? E dëgjuat mirë. Shiko, këto janë diskutime për njerëz inteligjent, më falni që e them, nuk janë për të gjithë, por do t'i them, në vitin 1999 u doli filmi amerikan me Arnold Schwarzenegger, Total Recall, pa dyshim e keni parë, dhe ku Arnold Schwarzenegger shkon në Mars me anë të mendimit. Dhe keni parë dhe filmat të tjerë, por unë duhet të tregoja këtë. Pse? Sepse në fillim, në teaserin e parë të këtij filmi, ka dalë diçka. Ka dalë një teaser që nuk ishte ai që doli më vonë, sepse u detyruan që ta hiqnin, u dhan urdhër që ta hiqnin. Por teaserin e gjeni, sepse dikush tjetër e ka hedhur atë teaser, dhe e gjeni. Dhe thot në teaser, pra në spotin e parë të këtij filmi, your mind is the center of your life. Everything you feel, everything you hear, everything you know is your mind. Pra, çdo gjë që ti mendon, çdo gjë që ti prek, çdo gjë që ti bën është mendja jote. Thot në film, dhe në fund fare e mbyll. How did you know if someone stole your mind? Si do ta dish ti nëse dikush të vjedh mendjen ty? Është fantastike. Shiko, disa filma flasin me superlativa që vetëm pak i kuptojnë, si për shembull edhe Matrix. Por kjo e Total Recall është kryevepër. Sepse edhe psikologjia e thot, si do të veproje ti si do ta dije ti nëse dikush do të vidhte mendimin. Nuk mund ta kuptosh dot. Si do ta kuptosh ti? Se kupton dot se të vjedh mendimin. Ti ke ndryshuar mendim me anë të atij sistemi. Pra, thuhet që në vitin 2015 ky shkencëtari kinez së bashku me këtë programatorin kanë vënë në dispozicion për shtetin kinez, për shërbimet sekrete, këtë lloj sistemi për ndryshimin e mendimit të njerëzve. Si thash, edhe në mënyrë personale, por edhe në mënyrë kolektive. Dhe ky lloj mendimi, ky lloj sistemi që ndryshon mendimin, nuk ka rëndësi që të jetë një aplikacion. Jo. Nuk ka rëndësi që të jetë në telefon. Jo. Por e bëjnë mu atje ku gjendet. Pra atje. Mund ta vendosin për shembull në një të fusin sistemi që të lidhet me TikTokun, me Facebookun, me YouTubein, nuk e kanë problem. Dhe mund të shkoj në kolektivitet, pra që të ndryshoj mendimin, se janë impulse, janë vibrime. Me anë të këtij sistemi, pra e bëjnë nga qendra aty ku janë, si të duan ata, e di që duket si fantazi, por është e vërtetë. Ose mundet që ta bëjnë dhe për një, si e quajnë ata, një target direkt, një target. Për shembull, nëse i qepen njërit me një emër, një VIP ose një personazh publik që mund të jetë edhe një politikan, nëse i qepen atij, me anë të këtij lloj sistemi i ndryshojnë mendimin. Për shembull, si ndryshon mendimin që ai të thotë të jetë të favorizoj Kinën, apo të favorizoj një shpërthim, apo të bëj, me një fjalë, çfarë do lloj mendimi që ata duan, e bëjnë direkt nga qendra dhe s'ka nevojë që të jenë përballë me të. Dhe s'ka nevojë t'ia hedhin fajin do kujt. Absolutisht jo, direkt ja hedhin fajin atij që e bëri, sepse ai pa e kuptuar ndryshon mendim. Pra, në qoftë se inteligjenca artificiale nesër, ashtu si ju thash nga testet që janë bërë tani para 2 ditësh, që tha që do neutralizojnë njeriun,
po sikur ta neutralizon njeriu me një sistem të tillë, sepse inteligjenca artificiale e gjen këtë lloj sistemi që ndryshon mendimin. Ta bëjmë anti, të vrasin njerëzit njëri tjetrin. E thjesht. I ndryshon mendimin, thotë të vras veten. Sa njerëz kërkojnë të vrasin veten nga momenti që e lë dashura ose i dashuri. E njëjta gjë ndodh edhe me këtë. Pra, unë mendoj që inteligjenca artificiale do të jetë fundi i njerëzimit. Me një fjalë, me anti-inteligjencë artificiale. Shikoni, Alan Turing, që ishte baba i inteligjencës artificiale, ishte ai që hëngri mollën, ja u kam treguar, po do t'jam treguar një herë më në qetësi, ai e tha publikisht në atë kohë. Algoritmi që kam krijuar unë do na vetvras ne, sepse atë që kam zbuluar unë as vetë nuk e kuptoj se si funksionon, duke sikur të jetë një mendje tjetër. Pra sikur të jetë një mendje ëngjëllore, thotë ai. Thoshte në ato vite, merreni me mend tani, se çfarë zhvillimi është bërë me inteligjencë artificiale. Bile, do t'i them, Geoffrey Hilton, që ishte drejtuesi i Google-it, sapo bëri testet e inteligjencës artificiale, e la dhe e braktisi dhe tha, unë nuk duhet të jem pjesë të një zhvillimi që do vetvras njeriu. E dëgjuat mirë, vetë ai i inteligjencës artificiale dhe njeriu sot vazhdon akoma me inteligjencë artificiale. Unë thash thjesht po ju informoj sepse këto jam i bindur që diçka e madhe do të ndodh me inteligjencën artificiale, shumë e keqe, dhe unë them që vetë inteligjenca artificiale do na shkatërrojë ashtu siç ka shkatëruar dikur njerëzimin, që ishte njësoj si sot për mendimin tim, që dikur ne e quanim Atlantida. Dhe ku tregohet edhe në tekstet antike që ishin njeriu ishte i zhvilluar, kishte arritur majat dhe por filloi që të tallej me natyrën. Me teknologjinë që kishte filloi që të tallej me natyrën. Dhe unë po them që drejt asaj po shkojmë. Kalofsh një ditë bukur.